Të nderuar xhamatlie, falenderojmë Allahun Zotin ton. Nga thellësia e zemrave dhe shpirtrave ton të pastër tërhamdin, falenderimin për uljen në nështrimin i shprehim Allahut krijuesit, mëshiruesit dhe mëshirbërësit ton. Zotin ton e falenderojmë për i tij falje, mëshirë, rahmet, mirësi, begati kërkojmë e u dërgojmë selavat dhe selamet tona të sinqerta pejgamberëve të Zotit Gjellëshanuhu në përgjithësi dhe në veçanti, vullës së krejt pejgamberëve dhe më të dashurit të Allahut Gjellëshanuhu, krijesës më të ndritur dhe më të pastërt që ka shkel mbi sipërfaqen e tokës, e ai pa fije dyshimi është Muhamedi, paqja, mëshira, rahmeti dhe mirësitë e Zotit Gjellëshanuhu qofshin mbi të, mbi familjen, mbi shok dhe mbi të gjithë ne besimtarve musliman që me shumë krenari dhe me përulltësinë më të madhe e pasojmë dhe ndjekim rrugën, traditën, synetin e pejgamberit alayhi salatu vesselam deri atëherë ku Allahu te bareke ve teala krijuesi jon dhe i gjithësisë ka përcaktuar për ne që të mos ketë ditë më. Vëllezër besimtar, ne e kemi kalu Ramazanin dhe me të drejt, nuk mundemi të shkputemi lehtë nga se i till ishte edhe vetë vula e njerëzisë, shembulli jon. Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam, i cili 6 muaj pasi kalonte Ramazani bashkë me shokët e tij, e luste Allahun Gjellëshanuhu: o Zot, pranonaj ibadetet, agjërimin dhe veprat e mira në muajin e bekuar të Ramazanit. Dhe kur vjen mesin ton një musafir i çmuar, i dashur, dhe lidhemi një muaj ditë me te, do e mos pas një muaj dite kur na shkon, lën një boshllëk, lën një mungesë, sepse mësohemi me to, syfyre iftar, bashk, në për iftare, në për syfyre, në për teravi, në për namaze, e kështu me radhë, e kur kalën, tani me të drejtë mund të krijohet një lloj mungese, një lloj hutije e besimtarve e njerëzve, një mërzi e besimtarve e njerëzve që kaloj Ramazani, që shkoj një musafir i çmuar, i pa përsëritur mo deri në Ramazanin tjetër, vlerën e të cilit nuk e dim asnjëherë derisa dalim para Allahut te bareke ve taala dhe ta shohim. Mirë po, për të na i shujt pak këtë mërzi, këtë mungesë, Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjellëshanuhu përmes pejgamberit alayhi salam na tha: përcilleni Ramazanin me 6 ditët e muajit Shawal. Dhe kush e bën kët, pra kush e ka agjëruar Ramazanin dhe e përcjell atë me 6 ditët e muajit Shawal, Allahu Gjellëshanuhu do t'ja llogaris sikur ta ketë agjëruar tër vitin. Ne javën e kaluar e përmendëm, mirë po, sot do të ndalemi pak mbi atë rregullativen se si ka mundësi që të kompenzohet, që të përcillet Ramazani pas muajit të Ramazanit në muajin Shawal. 6 ditët e muajit Shawal nuk është e thonë mu agjëru me një herë mas Ramazanit. Duhet patjetër me konë mrena muajit. Pra prej ditës së dytë Bajramit, një muaj ditë kemi ku me i agjeru 6 ditë e muajit Shawal. Mujna me i agjeru e vetëm ditët e vikendeve, e shtun e diel, mujna me i agjeru e hone edhe e ajte që ka agjeru pejgamberi alayhi salam, edhe me plotsu sunetin e pejgamberit, edhe me arrit shpërblimin e muajit Shawal. Mirë po, edhe një sqarim tjetër për pjesën e motrave tona, grave tona, vojzave tona, nonave tona, të cilat gjatë Ramazanit e kanë një pauzë
gjatë ciklit menstrual dhe nuk u lejohet të agjerojnë. Në shkollën tonë juridike hanefite, ju lejohet grave, nonave, vojzave me i agjeru 6 ditët e shevalit pa i kompenzue ditët e mbetura të Ramazanit. Sepse për ditët e mbetura të Ramazanit ka kohë deri në Ramazanin tjetër. Shpesh herë treguohet që Aisha radiallahu anhu, gruaja e pejgamberit alayhi salatu vesselam, ka treguar që ditët e mbetura i ka agjerue tek muajit e shejt, atje te Rexhepi dhe te Shabani. Pra, deri para Ramazanit i ka lënë kompenzimin e ditëve të mbetura. Ndërsa muaji Sheval, ditët e muajit Sheval nuk kanë kohë vetëm një muaj ditë. Prandaj, lejohet, sipas shkollës tonë juridike hanefite, lejohet që ditët e Shevalit me i agjerue edhe pa i kompenzu hale ditët e mbetura të muajit bekuar të Ramazanit, sepse na e dim që ato ditë të cilat na kanë mbet nga muaji bekuar i Ramazanit, me arsye do të me i kompenzue mas Ramazanit. Dhe pjesa tjetër, e kësaj që ne duhet ta bëjmë është ajo që vërtet na si njerëz është reale dhe është e drejtë që dikon një musafir të çmuar apo një veler të madhe me të cilën na i bën dikush me dërgimin e një musafiri, mos me i thonë udhamor mrena salonit. Dikon që e dojmë shumë, një musafir që e respektojmë shumë, e përcjellim deri te dera e hymjes ose deri te dera atje e oborrit, apo dikon ndoshta për me vlerësu dhe për me nderu shumë, nuk mujna mu ndo prej tina deri në fund të logjes e përcjellim. Kënë e bojmë ato që na i don zemra. Edhe ne për me tregu dashni të vërtet, të sinqert për musafirin e Allahut xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu, e tregojna kur ta përcjellim. A pi thojna udhamor nder shtëpis, a në fund të rrugës, a pe përcjellim deri në fund të lagjes. Prandaj, edhe në traditat tona si shqiptar, ka qenë që një musafir të ndershëm, një musafir të mirë, nuk i kemi thonë as të ngat jeta e as udhamor në prag derës, po kemi dole, kemi prit, ndoshta në fund të lagjes, në fund të oborrit, edhe kur e kemi përcjell, nuk i kemi thonë mirë dita dhe udhamor në derë të shtëpis, po e kemi përcjell deri në fund të lagjes, deri në fund të oborrit. Prandaj, kjo do të më na i rikujtu edhe këto tradita tona të mirat, të cilat na do të me i mbajt me plot fanatizëm, edhe nuk do të me i largue, e që fatkeqësisht kem tendenca ka një herë që sidomos prej trive ton, prej fëmijëve ton, vjen hin musafiri edhe del, fëmija jonë rrin në përdhomat e tyne me telefona. Hajtë, kjo është musafiri babës, i nonës, punë e madhe, or doja, or tezja, or sebepi, or migja, or djali migjës, ndoshta hen që aty në salon, kalon, nuk afrohet me përshëndet fare, nuk njoftohet me to fare, edhe as prindi nuk është prej atyne të cilët ja tërhek vrejtjen, i thët, hajde, njoftov, kjo është doja, kjo është nipi, kjo është mesa, kjo është filoni, kjo është fisteki, kjo është shoku, kjo është koishia, kjo është taj, por diqysh sikur jemi pajtue me këtë farlloj gjëje jo e ndershme, jo e mirë, sepse asnjëherë traditat tona të mira dhe të ndershme që i kemi pos, edhe që i kemi, nuk duhet lënë dhe nuk duhet anashkalue. E foti i keq është që na këto tradita tona të mira, po i lona duke mendue që këto janë të mrapametuna. Ale po mirë, me sifarsena, me musafere, me të shkume, me të ardhne, edhe ju ka dalë në oda këtyne gjonave. Le po është hajtë mërë në të mirët baba, në të mirët nona atje me musafir.
Ajo nona e shkreta, 5-60 vjet i ka bo, vjen një musafir, qohet që ashtu me zorën e përkom, mja bo një nder, mja bo një respekt, mja qit një kofe, mja qit një qaj, qika e djoli, 5-16 vjet, 20 vjet, rrin mshelu në dhumë, nuk del një gotuj, një respekt, një nder me jabo, një musafiri, apo një dikujna, një tafërmi që i ka ardhe dhe ka nderue në shpinë e tina. Këtu tradita tonat të mira, mos t'i lom edhe mos t'na ikin atë që ma keq në soje të mendimit se ju ka dol moda. E na tash, po dojna me shku për para, po dojna me shku me u kulturu, me u emancipu, me u europianizu, krejt është në regull. Edhe kjo feje ndritur thirr në kultur, në emancipim, në përparim, në europianizim. Feja jonë thirr në europianizim, në kulturën, në emancipim, amo në ato që ka jonë emancipuse dhe që ka jonë kultur, jo ato që ka nuk janë kulturë dhe që ka nuk janë emancipuse. E Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu na i mundsoft që ti tregojmë vetë vetës tonë, edhe ta shprehim me ndjenja tona të shpirtit edhe të zemrës, ato që ja kemi ditë vlerën, ati musafiri që na ke paradisodite, që është muaji i bekuar i Ramazanit. E vlera dhe tregimi i vlerës më shumti bëhet kur na e përcjellim atë, kur na kujtojmë fragmente nga knatësia, nga përjetimi i knatësive që i kemi pos gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Allah na i pas pranu, inshallah, muajin e bekuar të Ramazanit. Allah na i pas pranu veprat tona, agjerimet tona, namazet tona, zeqatet tona, sadakatul fitrat tona, sadakotet tona, dhe çdo vepër të mirë, çdo mendim të mirë, e Allahu Gjelle Shanuhu na pastroftë, na falt për hir të muajit bekuar të Ramazanit, për hir të madhështisë të muajit bekuar të Ramazanit, për hir të veprave tona, e Allahu Gjelle Shanuhu, edhe ata vllazni e motra tona që na nuk do të me i harru kurr, në asnjë moment, në asnjë kohë, ata janë pjesë e jona, na jemi pjesë e tyne. Na nuk guxojna mu ndo kurr asnjëherë, as me familjarët, as me vllaznin, as me motrat, as me miqt, as me mbesat, as me nipat, as me askon. Krejt du të me konë bashkë, kudo që t'jemi du të me konë bashkë, vetëm të bashkum mujna me arrit për para, vetëm të bashkum kena me shkuen xhenetet e Zotit Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu. E mos me i harru asnjëherë, me i morë mas veti, me konë bashkë me neve, me konë na bashkë me ta, me u lutë për ta. Allahu Gjelle Shanuhu ja mbush zemrat edhe shpirtat e tyne imon, me kuptu vlerën e Ramazanit, me kuptu vlerën e imonit, me kuptu vlerën e evropianizimit, me kuptu vlerën e drejt të emancipimit edhe të kulturës, dhe jo në emën të emancipimit e të kulturës e të evropianizimit, na mu shkatru, na me i hup tradita tona, na me i hup fejnë tonë, na me i hup rregullat tona fetare edhe kombëtare e traditat tona të pastrëta që i kemi. Sadakallahu l-adhim.